Titulli i analizës së sotme është Shqiptari i Maqedonisë së Veriut me 3 atë apo pa atë. Gazetari sportiv Dëfrim Methasani në një intervistë televizive rëfente se gjyshi i lojtarit të kombëtares shqiptare Nedim Bajrami, i cili kishte ftesë të luaj për Maqedoninë e Veriut dhe Zvicrën, i kishte lënë amanet: nëse je nipi im, do të veshësh vetëm fanellën e tokës sam, atë ton Shqipërisë. Bajrami është me priardhje nga fshati Bogovin që gjendet në rajonin e Tetovës dhe sot luan për kombëtaren e Shqipërisë. Jasir Hasani, po ashtu një lojtar i Shqipërisë, kishte pritur 7 vite të marrë ftesë nga Tirana, ndërsa nga Maqedonia e Veriut e kishte injoruar. Që të luaj në fanellën kuqezi nuk kishte menduar 2 herë. Me njëherë pas telefonatës me Federatën Shqiptare të Futbollit, kishte telefonuar prindin e tij dhe i kishte thënë: "Bab, po të realizohet ëndra." Hasani është me priardhje nga fshati Moran i Shkupit. Omer Xhemaili, njëri ndër kardiokirurgët më të njohur shqiptar, i emëruar drejtor i Klinikës Universitare të Kardiokirurgjisë në Zyri, ligjëratën e tij në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Shkupit e nisi me fjalët: "Gëzohem që kam rastin të mbaj një ligjëratë në universitetin ku nuk më pranuan për arsye politike." Një pjesë e profesorëve të pranishëm ulën kokën në heshtje. Si Xhemaili, që janë penguar nga sistemi i këtushëm shtetëror por që kanë arritur suksese planetare, fatmirësisht ka shumë shqiptarë jashtë vendit, në Evropë, Amerikë, Gjatiu. Ka edhe nga ata që pavarësisht kapaciteteve intelektuale që i kanë pasur për shkak të refuzimit që ua ka bërë sistemi, kanë ngelur në margjinat e shoqërisë, brenda dhe në të shumtën e rasteve jashtë vendit. Prandaj, përtej komponentës së lidhshmërisë sentimentale etnodimensionale me indin shqiptar, nuk është as pak fare çudi fakti që shumë pak, ndoshta nuk mbrin as sa gishtat e dorës, numri i atyre që kanë ndjekur ndeshjen e fundit për kualifikim në botëror mes Maqedonisë së Veriut dhe Danimarkës. Madje duket jo reale, por një pjesë e madhe gëzohen kur Maqedonia e Veriut pëson disfat në sport, në veçanti në futboll, një lloj hakmarrje me inat ndaj shtetit. Mira e mira shqiptar, i madh dhe i vogël në shtëpitë e tyre, kafene e ambiente tjera publike, përmes ekraneve por edhe në stadiume, kanë ndjekur ballafaqimin mes Shqipërisë dhe Polonisë dhe mes Kosovës e Slovakisë, e sidomos ndeshjen vendimtare për kualifikim në botëror mes Kosovës dhe Turqisë. Përtej se shqiptarët kudo që jetojnë kanë një spektër të larmishëm kodues, por përbashkues identifikimi fakti i refuzimit të përfaqësuesës së Shkupit tregon më së miri qasjen e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj shtetit të tyre, por sidomos e përkufizon qartë qasjen e shtetit ndër vite e dekada ndaj shqiptarëve. Diskriminimi sistematik institucional që ka ekzistuar në periudhën e komunizmit, por edhe pas filleve të pluralizmit deri në vitin 2001 me intensitet të lartë, apo me brutalitet shtetëror, ndërsa pas luftës së 2001-shit me taktika dhe lojra juridike kushtetuese brenda labirinteve institucionale, ka ndikuar që sot shqiptarët të mos e ndjenjë si adheun e tyre shtetin e tyre ku jetojnë, punojnë, ku paguajnë tatime, ku i kryejnë të gjitha detyrimet ligjore. Flamuri shtetëror nuk përdoret fare në dasma, ndërsa ai kombëtar valon lart. Festa e pavarësisë së Maqedonisë së Veriut 8 shtatori për shqiptarët është një ditë e zakonshme, vetëm ditë jo pune, por jo ditë që kremtohet. 28 nëntori është ditë e madhe festive, siç është edhe 17 shkurti, dita e pavarësisë së Kosovës. Në tubimet politike gjithnjë mungon himni shtetëror, ndërsa ai kombëtar intonohet me krenari. Flamuri shtetëror i Maqedonisë së Veriut në tubime përdoret rrallë, ndërsa flamujt kombëtar valohen me qindra. Në fillimet e veta, Bashkimi Demokratik për Integrim krahas flamurit kombëtar, atij të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e ekspozonte edhe flamurin shtetëror. Ngjajshëm veproi edhe lëvizja Besa, e cila i përdorte të dy flamujt, shtetëror dhe kombëtar, por kjo praktik më nuk është ekzistente në hapësirën politike shqiptare. Maqedonia e Veriut është adheu im, është vetëm një slogan politikanesk, i cili mund të përdoret aty këtu nga ndonjë politikan kur është në pushtet, sa për të dëshmuar konstruktivitet para faktorit ndërkombëtar,
dhe sidomos para opinionit politik Maqedonas. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në një intervistë për radio-televizionin e Kosovës, më njëherë pasi e mori postin e ri në qershor të vitit 2024, deklaroi se Kosova është atdheu, vendi i prindërve të mi. Por pas reagimeve të shumta negative në opinionin publik Maqedonas dhe sidomos pas reagimit të kryeministrit Hristijan Mickoski se Gashi ka gabuar, vetë kryeparlamentari për Javorën Fokus deklaroi se Maqedonia e Veriut është atdheu im dhe nuk mund të thot dikush që e do më shumë se unë Maqedoninë e Veriut. Shkurt, Afrim Gashi e do Kosovën, kryeparlamentari Maqedoninë e Veriut. Për dy përfaqësueset shqiptare nuk bëjnë tifo vetëm qytetarët shqiptar, por edhe politikanët, pavarësisht se cilës parti politike i takojnë. Kjo është e kuptueshme duke u bazuar në argumentimet etnokulturore historike, por fakti që kur luan Maqedonia e Veriut, shqiptarët nuk kanë asnjë pikë emocioni dhe asnjë përqindje të manifestimit publik të lojalitetit ndaj shtetit dhe simboleve të tij, por edhe përfaqësuesve të saj sportive, duhet të jetë një alarm për shtetin, qeverinë, kuvendin, institucionet e ndryshme, arsimin, kulturën, sektorin një qeveritar, mediat, natyrisht edhe qytetarët. Kjo ndodh edhe duke pasur parasysh faktin që në përfaqësuese luajnë Bardhi, Musliu, Alioski, lojtarë të tjerë dhe në të kaluarën kanë luajtur edhe shumë futbollistë shumë të mirë shqiptarë si Nexhmedin Mehmeti e Artim Shaqiri. Krijimi i mirëbesimit mes shtetit dhe shqiptarëve ka qenë njëra ndër kryeshtyllat e marrëveshjes së Ohrit, por në këtë drejtim është bërë pak. Në procesin e ndërtimit të marrëdhënieve reciproke të besimit të ndërsjellë mes shtetit dhe qytetarëve, përgjegjësia gjithmonë bie mbi shtetin. Nëse qytetarët nuk kanë as pak lidhshmëri me shtetin si koncept konkret, apo nuk e kanë të brumosur as pak sentimentin e përkatësisë së tyre simbolike ndaj tij, shteti duhet të shqetësohet dhe të kërkojë gjenezën e refuzimit kolektiv që i bëhet. Institucionet dhe bota akademike duhet të japin përgjigje se pse shqiptari sot nuk ka ndjesi mbi atë që në përkufizimin postmodern e quajmë dhe e njohim si patriotizëm. Patriot do të thot ai që do atdheun dhe popullin e vet dhe që u shërben atyre me besnikëri, ai që lufton me vetmohim për të mbrojtur interesat e vendit e të popullit të vet, atdhetar. Gjithsesi se nuk flasim për faktin që shqiptarët të arrin nivelin e patriotizmit me dimensione emotive dhe semiotike, pasi kjo është e pamundur për shkak të korpusit identitar i trashëguar dhe i formsuar e mbindërtuar shekuj me radhë. Flasim për arritjen e nivelit të patriotizmit etatist, përkatësisht minimalisht mos refuzimin dhe respektimin e shtetit ku jetojnë. Në një debat televiziv me një ish diplomat retrograd Maqedonas, diku në vitin 2017 në televizionin Kanal 5, duke mbrojtur nevojen e madhe dhe urgjente për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, pash që anësh në ekran transmetoheshin komentet e tipit: "Shko në Shqipëri, atje e ke vendin." Kur shkoj në Shqipëri, më thonë, "Shko në shtetin tuaj, në Maqedoninë e Veriut, atje keni ministra në qeverinë tuaj, deputet, keni përfaqësuesit tuaj politik, nga ata kërkoni t'ua realizojnë të drejtat." Shqiptari i Maqedonisë së Veriut, edhe pse duket se i ka 3 atdhe, shpesh e ndjen veten pa atdhe. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mirupafshim në analiza të tjera.